Sheri masiv në Pogradec, konflikti në lokal degeneron në përleshje me thika dhe karige, 2 persona përfundojnë tek trauma. Disa persona u përfshin në një sherr të dhunshëm në lagje nr. 1 të Pogradecit. 2 prej 4 personave të përfshirë kanë përfunduar në spital pas lëndimeve të marra nga goditja me gota qelçi. Sipas burimeve për media, ngjarja ndodhi teksa shtetasit KN dhe DX janë futur brenda në një lokal të zonës. Në ato momente, ata janë konfliktuar me shtetasin MX për motive të dobta, teksa ky fundit ka përdorur prej personave të tjerë thik dhe spraj neutralizues. Fillimisht ata janë goditur me karige dhe më pas me thik. Sipas raportimeve, shtetasi KN është goditur mbi 5 herë në kokë. Shtetasi KN është dërguar menjëherë për ndihmë mjekësore në spitalin e traumës, ndërsa shtetasi MX, pasi ka marrë fillimisht ndihmë mjekësore, është dërguar në komisariat për të dhënë dëshminë e tij dhe më pas ka kërkuar që të rikthehet në spital. Të shoqëruar në polici janë dhe 2 persona të tjerë, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Pogradec, informacion para prag. Në lagjen nr. 1 Pogradec, pas një konflikti për motive të dobta në një lokal, janë dëmtuar me gota shtetasit MX dhe KN, të cilët ndodhen në spital për ndihmë mjekësore jashtë rrezikut për jetën. Shtetasi AK, NC dhe DX janë shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimi ligjor të rastit, thuhet në njoftimin e policisë.